Është përgjigje për procedurë, në fakt është dërguar një opinion edhe duhet parë pak më thjesht se çfarë pa zoti Nika. Nuk e di nëse është dorëzuar një projekt ligj tjetër apo jo, nuk e kam idenë e kësaj. Ndoshta është dhe vërtet ajo thotë zoti Nika, por faktet janë që këtij këshilli është dërguar për mendim një projekt ligj i cili përcakton një reformë apo rishikim edhe të hartës territoriale dhe një reformë territoriale e cila nuk do të ndaloj këtu, por do të vazhdoj pastaj sipas gjësave të komisionit edhe me rishikimin e kompetencave të legjislacionit tjetër. I është drejtuar këtij organit posaçëm ashtu siç është detyrimi që dëgjohet dhe komuniteti. Komisioni i ka bërë gjësat me komunitetin dhe ka kaluar atë fazë pasi është detyrim, ndërkohë që këtu gjëja është më e thjeshtë, i është dërguar dhe është detyrim që t'i dërgohet edhe kryetarit bashkisë, që të shprehet edhe organit të Këshillit Bashkiak, atje ku reforma prek. Që do thotë, ky këshill sot do t'japi një opinion, si mendon vetë këshilli pra si organ, një opinion të përgjithshëm, përfshirë dhe mendimin e pakicës apo mendimin kundër, dhe përcakton ligji, mbi këtë reformë. Dhe ka detyrim ta japi brenda 60 ditëve, një detyrim ligjor që do e japi. Dhe ajo që vlen për të theksuar që mos merret edhe shumë seriozisht, ky opinion nuk është se vendos reformën bëhet apo s'bëhet reforma. E vendos parlamenti me vota, nuk e vendos as Rama, ti je i sigurt, e vendos parlamenti shqiptar me vota. Por ky këshill është i detyruar që një kërkesë i cili është drejtuar nga Kuvendi i Shqipërisë ta marrë në shqyrtim brenda afatit zyrtar dhe të japi opinion e vet si organ, ashtu siç i kërkohet pastaj edhe kryetarit të bashkisë një opinion. Pra për procedurë nuk është se ka ndonjë problem që këshilli sot japi një opinion mbi çfarë është dërguar.